Politika është e poshtë, është e rrezikshme. Kur flasim për Edi Ramën, duhet i kemi në fuqi të 10 dhe në fuqi të 100 poshtërsitë politike. Nuk është hera e parë që ai e bën këtë, që infiltrohet në për protesta, infiltrohet në për lëvizje qytetare, me njerëzit e vet, me marionetat e veta, vetëm që ta majnë mirë me dy palë influente botërore politike që i kanë jetën në dorë politike, po i kanë edhe jetën penale në dorë. Edhe i pari është George Soros, që brenda sekondave e zhduk Edi Ramën, sepse ai e ka prodhu si politikan, ai e ka suportu si politikan, ai ka hap gjitha rrugët në përgjithë botën, por me sa duket, tani së fundi, e ka kuptu dhe Sorosi që ka bëjnë me një mos mirënjohës, me një njeri që të shet për hallin e vetë më të parë personal. Tentativat e Ramës për t'u afruar me familjen e Trumpit nuk do kalojnë asnjëherë, unë kam thënë edhe herë tjera, nuk do kalojnë asnjëherë në mënyrë aq të qetë ose sikur s'ka ndodhur gjë nga Sorosi.